Integrimi në Bashkimin Evropian ishte premtimi që Edi Rama i dha shqiptarëve në fushatën për zgjedhjet parlamentare të vitit 2025, ku në bazë të rezultatit, duke se ishte i duhuri, pasi arritën të merrnin një shumicë të cilësuar me 83 mandate të vetat dhe 3 të aleatit Tom Doshi, dhe si e tillë, edhe mesazhi që duhet të përcillte për publikun në këtë fillim të sesionit parlamentar ishte integrimi në BE, integrim të cilin Rama duke se do ta më vetësoj si proces në flamurin e Partisë Socialiste. Ne nuk do presim për asnjë rast dhe arsye askënd për të vazhduar të bëjmë punën tonë. Kjo do të jetë shumë e qartë. Unë e mirë kuptoj shumë edhe thirrjen e miqve, partnerëve, predikusve të dialogut, të bashkëpunimit, konsensusit. E mirë kuptoj, jemi të gatshëm, por bashkëpunime, dialog dhe ulje në një tavolinë të përbashkët me zor, unë nuk kam parë. Kështu që për ne, e rëndësishme është që asnjëherë dhe për asnjë arsye të mos mbyllim derën. Asnjëherë dhe për asnjë arsye mos marrim kariket e tyre bosh, edhe ti larg qoftë djegim siç i digjin ata. Belinda Balluku qëndronte e ulur krah Ramës në këtë mbledhje grupi, e cila duket se kërkonte të përcillte edhe mesazhin se pavarësisht të gjithave, ajo vijon të jetë numri 2 në qeveri. Edi Rama në fund të takimit mbajti një fjalim të gjatë, duke bërë rezumen e detyrave të lëna për socialistët, dhe ajo që ra në sy është se nuk i kurseu fjalët e rënda për opozitën. Kariket bosh janë aty, duan të vinë, le të ulen. Duan të bashkëpunojnë, bujrum. Duan të japin alternativë, mirë se të vinë. Për të tjerat, rrugët janë të ndara, ne përpara, ata mbrapa. Ne gjithmonë më përpara, ata gjithmonë më mbrapa. Po keni parasysh që sa më mbrapa të mbeten, aq më e fortë do të vijë hona e lehjes së tyre. Sepse ajo që ata bëjnë në shqipen time quhet lehaqenie. Në fjalimin e tij, kryeministri duket se kërkonte të hapte një konflikt me opozitën, duke i dhënë porosi të qarta të tyve për të imponuar një sjellje tjetër të opozitës në parlament, pasi me sa duket, mënyra se si kanë vepruar demokratët nga shtatori deri më sot ka dëmtuar PS-n, gjë të cilën e pranoi edhe vetë Rama. Fjalët në kuvend, po të shikosh nga orët, duket sikur jemi në një parlament 51-49, që do thotë që orët e vëna në dispozicion të deputetëve të opozitës janë anomalisht shumë më tepër se sa orët që opozitat parlamentare marrin në parlamentet e Bashkimit Evropian. Me këtë nuk dua të them që duhet i ulim orët opozitës, me këtë duhet të them që duhet të shikojmë se si do të ndërpriten orët e marra me forcë, me abuzim. Prandaj, duke qenë se rregulloria e parlamentit nuk është e shkruar në gur, duke u bazuar tek rregulloret dhe praktikat e Bashkimit Evropian, duhet ndërhyrë menjëherë në mënyrë që fjala procedurë mos jetë e barabartë me konceptin pengmarrje. Legalizimi i rrugaçërisë në sallën e kuvendit është bashkëveprim dhe bashkëfaqësi në goditjen e të gjithë atyre
të rejave dhe trimëve dhe atyre familjeve që ndjekin kuvendin e Shqipërisë.